Naureda Lagami nuk heq dorë nga përpjekjet për një vend mes anëtarëve të gjykatës kushtetuese, që qëndron në majë të piramidës së sistemit të drejtësisë në Shqipëri, pasi dështoi të i bashkohet institucionit më të lartë që mbron kushtetutën. Përmes gjykatës së lartë, ish-kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor po bën një përpjekje tjetër përmes procedurës së çelur nga presidenti. Emri i Naureda Lagamit është mes 10 kandidatëve që kanë shfaqur interes pranë institucionit të presidencës për procedurën e përzgjedhjes së zëvendësuesit të Sonila Bejtjes, të cilës i mbaron mandati. Arta Vorpsi, që në vitin 2019 ishte vetëm një betim larg detyrës si anëtare e gjykatës kushtetuese, pasi procedurën ceremoniale e bëri para një noterie dhe jo presidentit të kohës Ilir Meta, po ashtu po bën një tjetër përpjekje për të bërë pjesë e institucionit. Avokati e konstitucionalisti Jordan Daci po ashtu ka shfaqur interes për t'u bashkuar gjykatës kushtetuese, sikurse Genci Gjonçaj, sekretar i përgjithshëm i Kuvendit të Shqipërisë. Ish-gjyqtari dhe ish-antari i KLD-s Alaudin Malaj, Alban Toro dhe Alma Faskaj Vokopola vinë si kandidat me profile në sistemin e drejtësisë. Brunilda Bara, Lulzim Hamidaj, Roland Ilia plotësojnë listën e kandidatëve. Gara u hap nga presidenti i Republikës më 31 tetor 2025, kurse mandati i gjyqtarit të gjykatës kushtetuese do të cilësohet i nisur që nga 25 prilli 2025, ditë kur Sonila Bejtjes i mbaroi mandati.